Në janar të vitit 1920, Shqipëria ishte në prag të zhdukjes. Fuqitë më dha kishin plane të qarta për të coptuar vendin dhe për ta fshirë nga harta, ndërsa brenda mbretëronte përçarja dhe anarkia. Por në qytetin e vogël të Lushnjës, një grup burrash të vendosur morën guximin të ndalin këtë tragjedi kombëtare. Ata u mblodhën në shtëpinë e Kasëm Fugës dhe organizuan një kongres që do të ndryshonte fatin e Shqipërisë. Nga ky kuvend doli një qeveri e re kombëtare me kryeministër Sulejman Delvinën dhe me ministra që u betuan të mbronin vendin nga çdo rrezik. Kongresi vendosi rrëzimin e qeverisë së Durrësit, shpalli Tiranën kryeqytet dhe dërgoi përfaqësuesit shqiptar në konferencën e paqes në Paris për të mbrojtur pavarësinë e Shqipërisë. Por këto vendime nuk ishin vetëm në letër. Ahmet Zogu, ministri i ri i brendshëm, i zbatoi në terren duke sfiduar hapur edhe ushtrinë italiane, që ndodhej ende në vend. Kur një oficer italian i kërkoi të ndalonte marshimin drejt Tiranës, Zogu ju përgjigj prerë: "Unë nuk njoh tjetër autoritet përveç Kongresit të Lushnjës." Forcat italiane u tërhoqën dhe rruga drejt kryeqytetit u hap. Kongresi i Lushnjës nuk ishte thjesht një mbledhje politike, ishte dita kur Shqipëria vendosi të jetoj, një moment që e shpëtoi këtë vend nga zhdukja. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind.